Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 15 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 15 dhjetori është dita 349 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 16 ditë. Ngjarje 1467. Trupat në udhëheqjen e Stefanit të Madh të Moldavisë mundën forcat e Hunjadit të Hungarisë në Baja, Rumani. 1902. Në Britaninë e Madhe u themelua BBC dhe British Broadcasting Corporation. 1961. Ish lideri nazist Adolf Eichmann u dënua me vdekje pasi u shpall fajtor për 15 akuza penale, përfshirë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. 2010. Hyri në fuqi vendimi i Parlamentit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Shqipërisë që udhtojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian. 2011. Përfundon misioni ushtarak amerikan në Irak, i nisur që prej vitit 2003. Në vitin 1791 hyri në fuqi amendamenti i parë i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, duke shënuar një moment historik për lirinë e fjalës, fesë dhe tubimit, parime që do të frymëzonin demokracitë anë mban botës. Në anën tjetër të historisë, në vitin 1939, kinemaja përjetoi një nga momentet më të rëndësishme, premiera e filmit të famshëm Gone with the Wind në Atlanta, një vepër epike që do të ndikonte për dekadat me radhë. Gjatë luftës së dytë botërore në vitin 1941, ushtria japoneze pushtoi Penangun, një ngjarje që përshkallëzoi tensionet në paqësor. Por ndërsa luftrat vazhdonin, njerëzimi nuk ndalej së eksploruari. Në vitin 1970, misioni sovjetik Venera 7 zbriti në Venus, duke dërguar të dhëna nga një botë tjetër për herë të parë në histori. Më pas, në një kohë më moderne, në vitin 2001, vendet e Azisë Juglindore u bashkuan në një pakt për të luftuar terrorizmin global, duke treguar se bashkëpunimi ndërkombëtar mund të triumfojë mbi kërcënimet. Lindje 37. Lindi Neroni, perandor romak. 1832. Lindi Gustav Eiffel, konstruktor francez. 1852. Lindi Antoine Becquerel, fizikant nobelist francez. 1875. Lindi Kristo Luarasi, botues dhe veprimtar i çështjes shqiptare. 1949. Lindi Don Johnson, aktor amerikan. 1952. Lindi Alan Simonsen, futbollist danez. 1956. Lindi William Orbit, kompozitor dhe producent anglez. 1969. Lindi Jennifer Lopez, këngëtare dhe aktore amerikane. 1970. Lindi Michael Shanks, aktor kanadez. Në vitin 1832 lindi Gustav Eiffel, arkitekti vizionar që i dha Parisit ikonën e tij më të njohur, kullën Eiffel. Në vitin 1852, Henry Becquerel, njeriu që do të zbulonte radioaktivitetin, mori frym për herë të parë, duke ndikuar thellë në shkencën moderne. Në vitin 1907, Oscar Niemeyer, një gjeni i arkitekturës moderne, lindi në Brazil, duke lënë trashëgimin e tij në projekte që sfiduan konvencionalen. Më vonë në vitin 1916, Maurice Wilkins, një nga mendjet pas zbulimit të strukturës së ADN-s, erdhi në botë duke ndihmuar në transformimin e biologjisë. Dhe në vitin 1966, Adam Rice, një astrofizikant që do të eksploronte universin dhe energjinë e errët, nisi rrugëtimin e tij. Vdekje 1025. Vdiq Vasili II, perandor bizantim. 1574. Vdiq Selimi II, perandor Osman. 1942. Vdiq Fajkonica,
publicist, figurë politike dhe shkrimtar shqiptar. 1962 vdiq Ibrahim Efendi Feiq. 1966 vdiq Walt Disney, krijues i filmave të animuar. 1991 vdiq Vasili Zjetski, oficer dhe snajper rus. 2000 vdiq Haris Birkic, basketbollist bosnjak. 2008 vdiq Carlo Caracciolo, botues italian. 2012 vdiq Takeshi Urata, astronom japonez. Në vitin 1675, u shua Johannes Vermeer, mjeshtri i dritës dhe hijes që me artin e tij na la një dritare drejt jetës holandeze të shekullit të 17. Dhe në vitin 1958, Wolfgang Pauli, një nga themeluesit e fizikës kuantike dhe fituesi i çmimit Nobel, mbyll kapitullin e tij, por la pas një trashëgimi shkencore të pavdekshme. Në vitin 1966, Walt Disney, babai i ëndrave dhe imagjinatës, la botën më të varfër, por me një trashëgimi që vazhdon të magjeps çdo brez. Më pas, në vitin 1989, Andrei Sakharov, një zë i fuqishëm për të drejtat e njerëzit dhe paqen, mbyll syt por jo ndikimin e tij. Dhe së fundmi, në 2020, bota e artit humb Anne Ray King, një nga kërcimtarët dhe koreografet më ikonike të shekullit të 20. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Walt Disney, i cili ishte një animator dhe producent filmash amerikan. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Walt Disney. Walt Elias Disney lindi më 5 dhjetor 1901 në Chicago, Illinois, vdiq në 15 dhjetor 1966 në Los Angeles, Kaliforni. Ka qenë një producent filmi, dublues dhe animator amerikan. Ai vlen si shpikësi i Mickey Mouse dhe Zoo për të zëvendësuar Oswald Disney dhe i Werks zhvilluan Mickey Mouse, ndoshta i frymëzuar nga një mi që Disney kishte miratuar duke punuar në studion e tij Lauk O'Gram, edhe pse origjina e karakterit janë të paqarta. Zgjedhja origjinale e Disney e emrit ishte Mortimer Mouse, por Lilian mendoi se ishte shumë pompoze dhe sugjeroi Mickey në vend. Iwix kishte rishikuar skicet e përkohshme të Disney për të bërë karakterin më të lehtë për të gjallë, dhe Disney me kusht bëri zërin e Mickeys deri në vitin 1947. Sipas fjalëve të një punojësi në Disney, kishte projektuar pamjen fizike të Mickey, por Walt dha shpirtin e tij. Shfaqja e parë e Mickey Mouse u bë në Stamford, Willie, 1928. Mickey Mouse së pari u shfaq në maj 1928 si një shfaqje të vetme provë të shkurtur e avionit Crazy, po ajo dhe tipari i dytë i gallopit Gaucho ka dështuar për të gjetur një distributor. Pas vitit 1927, Jazzy Singer, Disney kishte përdorur tingull të sinkronizuar në të tretë të shkurtër, Steamboat Willis, për të krijuar kartonat të parë të shëndosh. Pas animacionit ishte i plot, Disney kishte nënshkruar një kontratë me ish ekzekutivin e Universal Pictures, Pat Powers, për të përdorur Powers Cinephone, sistemin e regjistrimit. Cinephone u bë distributori i ri për karikaturat e hershme Disney të shëndosha, të cilët shumë shpejt u bën popullore. Për të përmirësuar cilësinë e muzikës, Disney kishte punësuar kompozitorin personal Ragnar Karl për zbavitjen dhe dorëheqjen menjëherë më pas, duke menduar se pa Weekends, studia Disney do të mbyllen. Disney ka pasur një avari nervore në tetor të 1931, të cilat ai fajsoi në makinacionet e fuqive dhe të vetëve punët jashtë orarit, kështu që ai dhe Lilian mori një pushim të zgjatur në Kub dhe për një dalje në det në Panama për të shëruar. Për biografinë e ditës së sotme kemi zgjedhur të flasim për Walt Disney, njeriu që i dha botës fuqinë për të ndërruar. Më 5 dhjetor të vitit 1901 në një fermë të vogël në Chicago, lindi një djalë që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si tregohen historitë. Walter Elias Disney, i njohur më vonë thjesht si Walt Disney. Fëmijëria e tij nuk ishte as pak si një përrall, rritej mes punës së vështirë në fermë dhe një babai të rrept, por kishte një imagjinat që shkëlqente më shumë se çdo
realitet i vështirë. Kur ishte fëmia i filloi të vizatonte duke përdorur çdo letër që gjente për të krijuar botën e tij. Talenti i tij për artin dhe dëshira për të argëtuar të tjerët e çua në Kansas City, ku punoi si ilustruesi reklamave. Megjithatë, ashtu si çdo ndrimtar i madh, Walt hasi shumë pengesa. Kompania e tij e parë filmike dështoi dhe për pak mbeti pa asgjë. Por në vend që të dorëzohej, ai vendosi të bëhej më i vendosur. Në vitin 1928, ndërsa përballej ende me sfida financiare, Walt Disney dhe një ekip i vogël animatorësh krijuan një mit të vogël të quajtur Mickey Mouse. Askush nuk e dinte që ky mit do të bëhej një simbol ndërkombëtar dhe do të sillte revolucion në industrinë e animacionit. Me zërin e vet, Walt i dha jetë Mickeyt, duke e bërë atë një ikon të dashur për miliona njerëz. Suksesi Mickey Mouse hapi rrugën krijimit të filmave vizatimor me metrazh të gjatë. Në vitin 1937, Disney lançoi filmin e parë të animuar në histori, Bërbarda dhe 7 xhuxhat. Skeptikët mendonin se një film vizatimor nuk do të tërhiqte publikun, por Walt i provoi të gjithë gabim. Filmi ishte një sukses kolosal, duke i dhënë Disneyt titullin Mjeshtri i Magjisë. Për Walt Disney, animacioni nuk ishte mjaftueshëm. Ai donte të krijonte një vend ku fëmijët dhe prindërit mund të përjetonin magjinë së bashku. Dhe kështu, në vitin 1955, lindi Disneyland, një park argëtimi që ishte shumë më tepër se një grup lojrash. Ishte një botë ëndrash e bërë realitet. Parku bë një fenomen dhe më vonë frymëzoi krijimin e Disney World në Florida. Më 15 tetor të vitit 1966, Walt Disney ndroi. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për Ralph Lauren. A dini se si u zhvillua korporata Ralph Lauren? Ralph Lauren Corporation ishte një kompani amerikane e modës e tregtuar publikisht që u themelua në vitin 1967 nga stilisti amerikan i modës Ralph Lauren. Me selinë në qytetin e New Yorkut, kompania prodhon produkte që variojnë nga segmenti mesëm deri te segmentet luksoze. Ralph Lauren është i njohur në marketingun për shpërndarjen e produkteve në 4 kategori: veshje, shtëpi, aksesorë dhe aroma. E njohur kryesisht për markën e saj flamurtare Polo Ralph Lauren, markat e kompanisë përfshin etiketa të rangut të mesëm, sub premium dhe premium dhe deri tek veshjet e saj luksoze me çmimin më të lartë të etiketës Purple. Kompania zotronte gjithashtu Club Monaco nga 1999 deri në vitin 2021. Ralph Lauren ishte një nga disa udhëheqës të dizajnit të rritur në komunitetin hebre në Bronx së bashku me Calvin Klein dhe Robert Denning. Lauren filloi korporatën Ralph Lauren në 1967 me lidhje burrash. Në moshën 28 vjeçare, Lauren punoi për prodhuesin e karatave Bell Brummel. Ai e bindej presidentin e kompanisë të lindte të fillonte linjën e tij. Duke u mbështetur në interesat e tij për sportin, Lauren e quajti linjën e tij të parë të plotë veshjeve për meshkuj Polo në vitin 1968. Ai punonte nga një sirtar i vetëm në një sallë ekspozite të Empire State Building dhe dërgonte vetë në dyqane. Deri në vitin 1969, dyqani i Manhattan Bloomingdale's shiti ekskluzivisht linjën e burrave të Lauren. Ishte hera e parë që Bloomingdale's kishte një stilist në dyqanin e tij në dyqan. Në vitin 1971, Ralph Lauren Corporation lançoi një linjë këmishash të përshtatura për femrat, duke prezantuar emblemën e lojtarit polo në manshetën e këmishës. Koleksioni i parë i plotë i grave u lançua në vitin e ardhshëm. 1972 shënoi hapjen e dyqanit Ralph Lauren Rodeo Drive në Beverly Hills, Kaliforni, dyqani i parë i pavarur. Në vitin 1972, Lauren lëshoi një këmishë pambuku me mëng të shkurtra në 24 ngjyra. Ky dizajn i zbukuruar me logon e famshme të kompanisë atë të një lojtari polo u bë pamje e veçantë e markës. Në vitin 1977, Ralph Lauren Corporation prezantoi një këmishë polo me rrjet pambuku dhe ngjyra të ndryshme duke shfaqur logon e lojtarit të polos në gjoks. Në vitin 1974, Ralph Lauren veshti kastin e meshkujve të The Great Gatsby me kostume të zgjedhura nga linja e tij polo, një seri e stilit të viteve 1920 të kostumeve dhe pulovrave për meshkuj, e përjashtim të kostumit të roz që Lauren e projektoi posaçërisht për Jake Gatsby të Robert Redford. Në vitin 1977, Diane Keaton dhe Woody Allen veshin rrobat e Lauren në fillim të fituesit të Oscarit Annie Hall. Në vitin 1978, aromat e para të Ralph Lauren të prodhuara nga Warner Lauren Ltd u lanshuan në Bloomingdale. Lauren për femra dhe polo kolona për meshkuj. Kjo ishte hera e parë që stilisti prezantoi dy aroma, një për meshkuj dhe një për femra njëkohësisht. Kompania hyri në tregun europian dhe u bë ndërkombëtare në 1981 me hapjen e dyqanit të parë të pavarur në New Bond Street në West End të Londrës. Lauren hapi anijen e tij të parë në rezidencën Reinholder në Madison Avenue, 27th Street në New York City në
1986. Më 12 qershor të 1997 kompania bëhet një kompani e tregtuar publikisht në bursën e New Yorkut. Restoranti me 98 vende RL u hap në mars të 1999 në Chicago, ngjitur me dyqanin e tij më të madh flamurtar botror Ralph Lauren në cep të rrugëve të Chicagos në Michiganit në Miljen e Madhe. Ajo pasuan nga hapja e dy restoranteve shtesë, Ralph's në dyqanin 173 Boulevard St. Germain Paris në 2010 dhe The Polo Bar në dyqanin Polos në New York të 2015-s. Kompania hapi faqen e saj të internetit dhe dyqanin online në vitin 2000 si polo.com nga Errol Media, një bashkëpunim midis Ralph Lauren dhe NBC. Në vitin 2007, Ralph Lauren Corporation bleu pjesën e NBC-s të RL Media dhe website u rihap si ralphlauren.com. Në shtator të 2015-s u njoftua se Stefan Larson do të zëvendësonte themeluesin e kompanisë Ralph Lauren si CEO në nëntor. Lauren qëndroi si kryetar ekzekutiv dhe shefi kreativ. Në shkurt të 2017-s u njoftua se Larson kishte rënë dakord të largohej nga pozicioni i tij si CEO në fuqi të 1 maj të 2017-s për shkak të mosmarrëveshjeve me Lauren. Më 17 maj të 2017-s, Ralph Lauren emëroi Patrice Louvert president dhe drejtor ekzekutiv. Louvert së fundmi shërbeu si presidenti i grupit The Global Beauty and Protector. Ai mori detyrën më 17 korrik të vitit 2017. Në tetor të vitit 2020, Ralph Lauren Corporation njoftoi se do të kalonte markën e saj Chaps në një model biznesi plotësisht licencuar për të fokusuar në markat e saj kryesore, për të zvogëluar ekspozimin e saj të drejt-për-drejt në kanalin e dyqaneve të Amerikës së Veriut dhe për të vendosur markën Chaps për të ushqyer me një partner me përvojë. Gjithashtu në tetor, Ralph Lauren Corporation ka emëruar ish konsulentën e administratës Obama Valerie Jarrett në bordin e drejtorëve. Në maj të 2021-shit, Ralph Lauren Corporation njoftoi se do të çiste markën e saj Club Monaco, pasi e kishte bler atë për herë të parë në 1999 tek firma e kapitalit privat Regent LP. Astronomët kanë zbuluar se hapësira nuk është krejtësisht e heshtur apo pa aromë. Në vitin 2009, studiuesit analizuan rrjet të gazit dhe pluhurit rreth qendrës së galaktikës son dhe zbuluan se përmbajtja kimike e tyre mund të ngjante me aromën e frutave të pjekura, por edhe të një barbekjuje të djegur. Kjo ndodh për shkak të pranisë së molekulave organike si naftalina dhe benzina, të cilat krijojnë aroma të forta dhe të pazakonta. Pra, nëse ndonjëherë mund të udhëtoni drejt yjeve, mos u habisni nëse universi ka erën e frutave të djegura. Manaferat plot lëng janë ndër frutat më popullore të verës. Kur ka një ngjyrë të errët, kjo tregon se manaferat ka një përmbajtjen e tyre shumë antioksidant. Kjo substancë ndihmon për të mposhtur plakjen, tumoret dhe sëmundje të tjera. Manaferat për ekspertët e mjekësisë popullore janë super të pasura me vitamina dhe minerale bazë për organizmin e njeriut. Pikërisht për këtë arsye rekomandohet që ky frut të konsumohet nga të gjithë grup moshat, veçanërisht fëmijët dhe të moshuarit. Janë të pasura me vitamin A, E, K, B, me fibra, antioksidant dhe flavonoid që garantojnë një shëndet të mirë. Manaferat gjithashtu përmbajnë bioflavonoid dhe vitamin C. Një filxhano e manafera siguron gjithashtu gjysmën e sasisë të nevojshme ditore të vitaminës C. Kjo ju ndihmon për përforcimin e imunitetit dhe mbajtjen e një lëkure të shëndetshme. Mbrojnë shëndetin e kockave. Një filxhan me manafera siguron 1/3 e sasisë së vitaminës K, që ndihmon gjakun të mpikset dhe është esenciale për kockat tuaja. Vitamina K është e nevojshme për formimin e kockave dhe disa studime kanë treguar se mungesa e kësaj vitamine është e lidhur me rritjen e rrezikut të thyerjes dhe osteoporozës. Mangani në manafera gjithashtu mbështet shëndetin e kockave, si dhe prodhon kolagjenin për një lëkurë më të shëndetshme. Mbajnë në kontroll sheqerin në gjak. Manaferat janë një nga frutat me sasinë më të ulët të sheqerit. Kombinimi i sasisë së ulët të sheqerit dhe sasisë së lartë të fibrave mundëson rregullimin e insulinës dhe sheqerit në gjak. Gjithashtu mbrojnë trurin. Manaferat mund të përmirësojnë mënyrën se si ndërveprojnë neuronet, reduktojnë inflamacionin në tru. Antioksidantët në manafera
Është vërtetuar shkencërisht se ndihmojnë në zvoglimin e inflamacionit të trurit dhe ndryshimin e mënyrës se si komunikojnë neuronet. Manaferat bëjnë të mundur uljen e kolesterolit në trup. Njeriu mund të hajë sasi të mëdha manaferash edhe të mos të shëndoshet. Përkundrazi, ky frut bën të mundur rënje nga pesha, si dhe kontribon dhe kontrollon nivelin e yndyrnave në gjak. Ky frut lufton gripin dhe të ftohurën. Ndihmojnë në kontrollimin e sheqerit në gjak. Manaferat janë një nga frutat të cilat përmbajnë pak sheqer. Sasia ulët e sheqerit dhe sasia e lartë e fibrave që përmban ky frut e bën atë një opsion shumë të mirë për rregullimin e sasisë të sheqerit në gjak. Tani u ftoi të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën. Territori shqiptar për datën 15 dhjetor 2025 do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të qëndrueshëm me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Paraditja do të jetë me mot kryesisht të kthjellët në zonat veriore dhe lindore, ndërsa në pjesën qendrore dhe jugore do të ketë vranësira të pakta deri mesatare. Pasditja vijon me vranësira të her pas hershme pa reshje në të gjithë territorin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 5 orë diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa për gjatë vijës bregdetare her pas here deri në 5 metra për sekond. Deti do të paraqitet me dallgëzim të ulët 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 15 dhjetor do të jetë në orën 6:52 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 16 gradë Celsius. Tani u ftoi të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 15 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me dominim të diellit gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë e ftohtë dhe e kthjellët, ndërsa pasditja vijon me mot me diell dhe rritje të lehtë të temperaturave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 15 dhjetor do të jetë në orën 6:51, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, -3 deri në 8 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 9 gradë Celsius. Malishev,
0 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kachani, 1 deri në 10 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 9 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 9 gradë Celsius. Nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ju të ndiqni programacionin në vijim të drita televizionit dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.